Ne rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës. Për gjatë minutave në vim do të ndalemi dhe do të flasim sa i takon situatës në lindjen e mesme dhe një përshkallëzimi të mundshëm përtej rajonit të konfliktit që është duke u zhvilluar ndërmjet Izraelit dhe Iranit. Vetëm pak ditë më parë ka qenë vetë presidenti amerikan Donald Trump, ai I cili lajmëroi se do të kishim kohë për 2 javë bisedime në tryezë për një armpushim dhe një ulje të mundshme të tensioneve ndërmjet Izraelit dhe Iranit. Por askush nuk e dinte që vetëm pas 72 orësh Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërmerrnin një sulm tepër të madh ndaj Iranit dhe 3 bazave të saj të cilat pretendohet se janë baza të cilat po përdoren për ndërtimin e armëve të mundshme bërthamore. Një sulm I tillë ka sjell një agravim të situatës dhe të tensioneve dhe nga ana tjetër Irani ka premtuar për një hakmarrje të mundshme dhe një hakmarrje tepër të madhe. Dhe po flasim patjetër për një sulm të mundshëm edhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo për shkak të celulave të fjetura ka theksuar regjimi iranian. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me profesor Olsi Azergjiun, I cili më bashkohet në këtë moment në një komunikim të drejt për drejt. Profesor, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Faleminderit. Profesor, si e keni parë sulmin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit? Një sulm I befasishëm, një sulm I fuqishëm, një sulm të cilin edhe prisnim edhe nuk e prisnim, kjo për shkak të zhvillimeve të njëpasnjëshme që ka sjell ky konflikt normalisht. E nisim pak me komentin tënd sa I takon sulmit dhe më pas ndalemi dhe analizojmë të gjitha deklaratat të cilat kanë pasuar këtë sulm të amerikanëve. Sulmi që presidenti Trump urdhëroi që të bëhet në ditën e djeshme kundër centraleve atomike iraniane tregon atë luftën e ftohtë që është duke ndodhur në këto momente brenda administratës Trump. Kur presidenti Trump erdhi në pushtet, një nga sloganet që bëri popullin amerikan që ta zgjidhte atë ishte që Amerika nuk do merrte më pjesë në luftrat e pafund. Sikur edhe vetë presidenti Trump ka kritikuar në profilin e tij në Twitter, çfarë kanë bërë presidentët përpara tij amerikan, e kanë futur Amerikën në luftra pa kuptim, bëhet fjalë për luftën në Irak, në Libi, në Yemen dhe në vende të tjera myslimane, ku amerikanët janë futur nga lobi izraelit. Dhe premtimi I presidentit Trump, sidomos ndaj bazës së elektorale, ishte që do bëjmë America First, apo do kujdesemi për të mirën e Amerikës. Por çka ka ndodhur është se që kur Izraeli nisi agresionin e tij kundër Iranit në datën 13 qershor 2025, Izraeli e pa që u përball me një fuqi të madhe. Nga ana gjeografike, Izraeli është një shtet I vogël, Lilliput, është pak a shumë sa Shqipëria, pak më I vogël, ndërsa Irani është I madh sa Spanja, Gjermania dhe Franca të marra së bashku. Dhe sikur mund të imagjinohet që Shqipëria nuk mund t'i shpallë dot luftë Francës edhe Spanjës edhe Gjermanisë, të njëjtën gjë duhet të kishte parasysh edhe Izraeli. Por fal spionazhit amerikan, qelizave të fjetura apo spionërve që Izraeli kishte infiltruar në Iran, teknologjisë dhe armëve amerikane, dhe për më tepër me refuzimin e presidentit Donald Trump që të hyjë në luftë kundër Iranit, që kur ai mori presidencën në janar vitit 2025, çfarë ndodhi është që në datën 13 qershor I kërkuari për krime lufte nga gjykata ndërkombëtare penale kryeministri I Izraelit, një nga vrasësit dhe terroristët më të mëdhenj të botës sotme, qeveria e të cilit ka bombarduar 5 vende fqinja arabe, Sirin, Libanin,
Irakun, Jemenin dhe tani më po bombardon edhe Iranin. Pra një kriminal lufte e futi Izraelin në luftë kundër Iranit. Për luftën kundër Iranit në përdor justifikimi sikur Irani po prodhon bombën bërthamore. Po këto gënjeshtra Netanyahu i ka hedhur që në vitin 1994, kur që atëherë ai kërkonte amerikanëve që të përdornin justifikimin e bombës bërthamore për të shkatruar Iranin. Por pasi hyri në luftë kundër Iranit, Irani ju përgjigj me sistemin e tij superior balistik dhe në këto momente që ne flasim, ndoshta 1/3 e Tel Avivit është shkatruar, ndërsa izraelitët vran gjithata ushtarak iranian, sulmuan baza ushtarake, sulmuan fabrika, uzina, kombinate, vran njerëz të pafajshëm e tjerë, Irani u kundërpërgjigj dhe në këto momente Izraeli është në dëshpërim. Kolonët qifut që kanë krijuar popullatën e Izraelit, shumicët e natëve i kalojnë duke fjetur nëpër bunkere nga frika e raketave iraniane dhe për këtë ata kërcënuan dhe detyruan presidentin Trump, dobi i Netanyahut, që të godasi Iranin. Me sa duket, bombardimet që amerikanët i bën 3 stacioneve nukleare iraniane që janë për prodhimin e energjisë, jo për bombën, ishin bombardime kozmetike, sidomos stacioni nuklear i Fordos nuk është dëmtuar pothuajse as pak, por ky sulm që u nxit nga izraelitët u bën ndoshta me qëllim që iranianët të kundërpërgjigjen agresionit amerikan, në mënyrë që më pas lobi izraelit ta përdori këtë incident sikur u përdor Pearl Harbori në luftën e dytë botërore për të futur amerikanët në luftë kundër Japonisë. E qartë, profesor, ato të cilat e kryen këtë sulm gjatë mesnatës në Iran janë avionët luftarak B-2. Pra, gjenerata e fundit e avionëve luftarak me një sasi tepër të madhe bombash, me një fuqi dhe precizion tepër të lartë. Mendojnë që ose për ta formuluar ndryshe pyetjen, pse Trump tregoi dhëmbët që prej këtij momenti? Pse u desh një sulm i tillë, një sulm i cili mbase mund të përdorej në fund në qoftë se do të kishim një përplasje ndërmjet vendeve? Nga që përpara 3 ditësh në Washington shkoi Benjamin Netanyahu dhe shefi i shtabit të ushtrisë izraelite, ku ata duke përdorur lobin izraelit, lidhjet e shumta që Trumpi ka me pasanikët shifut, edhe duhet kemi parasysh këtu që Trumpi erdhi në pushtet nga sponsorizimi i mafjes së kazinove të Las Vegasit, familjes së Sheldon dhe Miriam Adelsonit, dhe Netanyahu përdori të gjithë miqt qifut që Trumpi kishte, që ta detyronin Trumpin që të bombardonte Iranin. Trumpi ka refuzuar në mënyrë të vazhdueshme dhe disa nga miqt më të ngushtë të Trumpit, që nga Tucker Carlson dhe Steve Bannon, kanë protestuar në mënyrë të hapur në SBA kundër ndërhyrjes së agjentëve izraelit në politikën amerikane, duke i kërkuar Trumpit që të ruaj sovranitetin e Amerikës, që mos ta fusi Amerikën në një luftë të re. Megjithatë, Trumpi, si pasojë e presionit që i bën, u detyrua që të bombardojë këto 3 centrale nukleare. Në këto momente që ne flasim, amerikanët i kanë çuar mesazh iranianëve, duke thënë që ata nuk duan që ta përshkallëzojnë konfliktin, duan ta mbyllin këtë konflikt, por ngjelet për t'u parë në ditët në vijim se çfarë do të bëjnë iranianët. Iranianët janë një kom frenar, një kom që nuk pranojnë që t'i shkelet sovraniteti i tyre kombëtar. Në këto momente që ne po flasim, ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, është në Rusi duke u
takuar me presidentin e Federatës Ruse Vladimir Putin dhe ngjelet të shihet nga këto bisedime se çfarë do të ndodhi. Në qoftë se pala ruse pranon që ta mbështesi Iranin në sulmin e tij kundër apo në kundër sulmin e tij kundër bazave amerikane, atëherë ne mund të shohim një kundërpërgjigje iraniane ndaj agresionit amerikan. Po pra, ajo se çfarë i trembemi është kundërpërgjigje iraniane ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duhet të përmend në këto momente një deklaratë të bërë nga vetë Ayatollah Ali Khamenei: nëse na godisni, do të sulmojmë SHBA-n duke i kujtuar këtu celulat e fjetura. Në terma të përgjithshëm, profesor, çfarë janë celulat e fjetura në vetvete? A kemi të tilla celula në territorin amerikan dhe çfarë janë të afta të bëjnë? Termi celula të fjetura është term që hedh lobi izraelit për të nditur islamofobi kundër myslimanëve të Amerikës. Me celula të fjetura, qifutëria e Amerikës nënkupton myslimanët që falen nëpër xhamira. Pra, sipas kësaj hipoteze që hedh lobi qifut nëpërmjet kontrollit të mediave që ata kanë, i bie që Irani ka agjentët e tij në çdo xhami në SHBA dhe kur të japi urdhër Imam Ali Khamenei, sa mysliman do shkojnë dhe do sulmojnë objektivat amerikan. Por kjo është një gjë e pamundur, mund të bëhet ndonjë që quhet false flag operation apo ndonjë operacion i rrem, sikur lobi izraelit bëri 11 shtatorin dhe atë ja faturoi myslimanëve dhe 11 shtatori u përdor nga presidenti Bush për të nisur luftën e tij kundër terrorizmit, ku si pasojë të cilës u pushtua Afganistani me Irakun dhe nga këto luftra amerikanët vranë 4.5 milion mysliman në gjithë botën. Dhe me sa duket lobi izraelit ndoshta është duke punuar për ndonjë plan B. Domethënë plani B është që nëse Trumpi vazhdon me të mbguljen dhe kokforcinë e tij, që të refuzoj për të hyrë në luftë totale kundër Iranit, e që Trumpi këto gjëra i ka deklaruar gjatë fushatës së tij elektorale, ku ai kritikoi presidentin Obama, Joe Biden, Bushët, të cilët i akuzoi dhe u tha: pse i keni bërë juve gjithë këto luftra, këto nuk janë luftra tona. Për Trumpin, lufta që ka Amerika është lufta kundër varfërisë, lufta kundër borxhit. Trumpi në postimet e tija përmendte që prej luftës në Irak deri në kohën e Bidenit, amerikanët kishin shpenzuar $8 trilion për të vrarë myslimanët me urdhër të Izraelit. Dhe Trumpi është duke refuzuar edhe në këto momente që ne po flasim, por lobi izraelit do bëj çfarëdo që ka në dorën e tij për ta detyruar Trumpin që të bëjë një luftë tjetër për Izraelin. Dhe nëse Trumpi do mundohet që ta ndaloj Izraelin nga luftrat e tij agresive, dhe duhet kujtojmë diçka tjetër, që ndërsa në perëndim mediat izraelite akuzojnë Iranin sikur është duke prodhuar bombën atomike, në fakt i vetmi vend në lindjen e mesme që ka bombën atomike, por që askush nuk flet për atë, është Izraeli, i cili ka mbi 400 bomba atomike. Izraeli është ai që vret njerëz ditë e natë dhe në këto momente që ne flasim është duke vrarë me uri 2 milion njerëz në Gaza. Është Izraeli ai që vret njerëz natë në gjumë në Siri, në Liban, në Yemen, dhe është ai që dhe udhëheqësia e Izraelit është ajo që kërkohet nga gjykata ndërkombëtare penale, ashtu sikur kërkoi edhe Slobodan Miloševići dhe Ratko Mladići për krimet e tyre në Jugosllavi, po ndërsa Izraeli është ky shtet kriminal, i cili është duke bërë gjenocid edhe ka bërë luftra, akuzohet Irani me fakte të paqëna. Irani nuk ka bombë bërthamore, programi paqësor nuklear iranian
ka qenë në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare Atomike, të cilët në raportet e tyre tregonin që Irani nuk ishte bombë. Dhe e gjithë ideja që Irani është bombë është një hasbara, sikur quhet në gjuhën cifute, që hidhet nga Mossadi, shërbimi sekret izraelit, për të trembur njerëzimin. Por kjo që ne po shohim sot kundër Iranit, dhe pretendimi se Irani po prodhon bombën atomike, ka ndodhur në fakt edhe përpara 22 vitesh. Në atë kohë ishte Mossadi izraelit, i cili krijoi mitin sikur Saddam Husseini kishte armë të shkatrimit në masë, armë kimike dhe biologjike, dhe u përdor ky justifikim për të sulmuar, shkatruar Iraku dhe rrëzuar qeveria e tij. Si pasojë e sulmit amerikan kundër Irakut në vitin 2003, u vran 1 milion njerëz. Dhe këto krime u bën nga regjimi i Izraelit. Dhe atë që Izraeli bëri në 2003-shin, tani kërkon t'i bëj në Iran. Dhe duke qenë që Izraeli nuk ka mundësi, nuk ka takat që ta mundi Iranin, se Izraeli është një lilipuç, ndërsa Irani është një ari i madh, çfarë ata po bëjnë? Ata po bëjnë çfarëdo që munden që ta nxitsin dhe ta fusin Amerikën në luftë. Dhe plani i zionistëve, ata e kanë këtë në përshkrimet e tyre talmudike dhe biblike, është që ata besojnë që përpara ditës së Kiametit, në mënyrë që Zoti t'i fali çifutët për krimet që ata kanë bërë kundër njerëzimit dhe t'u sjelli Meshian, ata duhet të bëjnë një luftë finale që njihet përndryshe si Armagedon, ku duhet vrasin aq shumë njerëz që të bëjnë një mal me koka. Dhe ata besojnë që ndoshta kjo luftë është lufta që Trumpi duhet bëj kundër Iranit, dhe ata e ndisin Trumpin bides që edhe të përdori bombën atomike në mënyrë që të vrasi me miliona iranian. Profesor, janë kaq shumë deklarata të fuqishme, janë kaq shumë informacione të cilat lën shumë që të nënkuptohen, por ajo se çfarë na intereson për momentin është çfarë pritet të ndodhë, pavarësisht se nuk e di askush, ju si një person i cili keni ndjekur këto zhvillime dhe njihni mirë historinë në bazë të eksperiencës tuaj, me çfarë do të përballemi në vijim? Në qoftë se Izraeli ka nga mbrapa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani ka nga pas ose gjen mbështetjen tek Rusia, ky konflikt do të përshkallëzohet dhe të kalojë tek dy superfuqitë botërore të cilat do të luftojnë për këto dy vende? Varet se çfarë do vendosi presidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin. Nëse Putini vendos që do mbaj anën e Iranit dhe presidenti Trump do të shantazhohet keqas nga lobit qifut, atëherë mund shohim edhe një konflikt apo një luftë botërore. Në këto momente që ne po flasim, Kina dhe Rusia qëndrojnë në anën e Iranit. Të gjitha vendet arabe janë kundër Izraelit dhe kanë dënuar agresionin e Izraelit kundër Iranit. Në anën tjetër, iranianët thonë që ne do kundërpërgjigjemi dhe do mbrojmë adeon tonë. Varet dhe ngjelet për të parë se çfarë do bëhet, por projekti apo plani i zionizmit ndërkombëtar është që t'i zhduki të gjithë popujt mysliman të lindjes mesme. Dhe Izraeli ka qenë shumë i suksesshëm me dy luftrat që ata e futën Amerikën kundër Irakut, ata arritën që të zhdukin apo të largojnë nga Iraku me miliona njerëz, me luftën civile që ata nxitën në Siri, ata arritën që ta përgjysmojnë popullatën e Siris nga 20 milion ta çojnë në 10 milion. Me luftrat e tyre ata e kanë shkatruar Yemenin, Sudanin, kanë mbjell varfëri në Egjipt. Dhe në këto momente që ne po flasim, sigur edhe presidenti Trump deklaroi hapur sapo erdhi në pushtet, ata planifikojnë që të kryen një pastrim etnik në Gaza, ku këta 2 milion palestinez ose duhet largohen vetë nga vendi i tyre, në mënyrë që tokën e tyre t'ia lënë okupatorëve të qifut, pak a shumë ajo që ndodhi me Çamut pas luftës së dytë botërore ku grekët i dëbuan, ose në qoftë se qëndrojnë aty, ata do vdesin. Dhe
Projekti i Izraelit është ashtu sikur Izraeli me Amerikanët shkatruan të gjitha vendet arabe, të shkatrohet edhe Irani, biles sikur është përmendur në ditët e fundit. Një nga projektet e Amerikanëve është që tani ndaj Iranit jo vetëm që do ta bombardojnë vendin dhe ta mbajnë në bombardime, por ata duan që të përmbysin Republikën Islamike dhe mundësisht edhe ta ndajnë Iranin në shtete të ndryshme. Nga që izraelitët nuk duan që të ketë një shtet të madh islamik. Për këtë arsye, çfarë zionistët dhe amerikanët bën pasi e pushtuan Irakun, ata e ndan Irakun në 3 pjesë, në një Shiistan, Sunistan dhe Kurdistan. Të njëjtën gjë bën me Sirinë dhe në këto momente që ne flasim Siria është ndarë, ku një nga pjesët më strategjike të Sirisë është nën pushtimin e Izraelit. Ka qenë një hartë që votoi administrata amerikane e presidentit Bush në vitin 2004-2005, që quhej The New Middle East Project, dhe sipas këtij projekti amerikanët planifikonin të soptonin Irakun, Turqinë dhe Iranin, nga që këto ishin vendet më të fuqishme dhe më të rëndësishme të botës islamike. Shkatrimi këtyre vendeve do i hapte rrugën Izraelit që t'i pushtonte këto vende njëri pas tjetrit, të zhdukte popullatën dhe të krijonte atë që ekstremistët shifut dhe evangelistët e krishterë besojnë që do bëhet ai që njihet si Eretz Izrael apo Izraeli biblik, i cili duhet të shtrihet që nga Egjipti deri në Irak. Profesor, ne shpresojmë që i gjithë ky konflikt të mbyllet një orë më parë, patjetër, nuk na intereson më që të kemi humbje jetësh të pafajshme nga të gjitha palët kudo qofshin këto të fundit dhe bota të rikthehet sërish të paqes. Mund të jetë e vështirë, patjetër që mund të jetë e vështirë. Presidenti Trump, ashtu siç e thatë edhe ju në fillim, erdhi me premtimin për pushimin e disa luftrave të cilat janë duke u zhvilluar, siç mund të jetë ajo e Ukrainës me Rusin, Izraeli me Palestinën, por dashur pa dashur ka hapur një tjetër front lufte. Si gjithmonë është kënaqësi të kem komentin dhe opinionin tënd, ne patjetër që do të jemi në të tjera komunikime së bashku për çdo zhvillim i cili lidhet me këtë konflikt. Faleminderit edhe një herë, profesor. Ju faleminderit, gjithë mirë, selam aleikum. Ka publicitet, rikthehemi pas pak.